Lart në male, aty ku ret prekin majat e mpreta të shkëmbinjve, ngrihet një qytet që për shekuj me radh mbeti i fshehur. Ndërtesa masive prej guri dhe sheshe të hapura janë ndërtuar përgjatë një kreshte të ngushtë malore, në një lartësi rreth 2400 metra. Muret janë ndërtuar nga bloqe gjigante graniti, të përshtatura me një saktësi të tillë, saqë as edhe një flet letre nuk mund të futet mes tyre. Ajo që e bën këtë arritje edhe më të jashtëzakonshme është fakti se njerëzit që e ndërtuan nuk ishin vegla hekuri, nuk ishin vinxha dhe as karroca me rrota për transport. Ky vend është Machu Picchu, qyteti i humbur i inkëve. Edhe sot ai ngre më shumë pyetje se sa jep përgjigje. Si u ngritën gur që peshojnë shumë ton në një vend kaq të pjerrët? Si arritën ndërtimet e bëra 5 shekuj më parë të mbjetojnë tërmeteve dhe shirave të rëmbyeshëm? Për ta kuptuar këtë, duhet të shohim jo vetëm atë që duket në sipërfaqe, por edhe atë që fshihet poshtë saj. Historia e Machu Picchu fillon rreth 550 vjet më parë, gjatë sundimit të perandorit Inka Pachacuti. Ai urdhëroi ndërtimin e një rezidencë mbretërore private, larg zonave të banuara dhe të fshehur nga sytë e të huajve. Vendodhja e zgjedhur ishte ekstreme. Gryka të thella nga të gjitha anët, një lum malor që gurgullon poshtë dhe maja të mprehta të Andeve që rrethojnë vendin. Inkët nuk lanë plane të shkruara apo libra, por megjithatë, njohuritë e tyre inxhinierike rivalizojnë ato të shumë ndërtuesve modern. Pjesa më mbreslëndse e qytetit nuk janë muret apo tempujt, por themeli i tij. Për të parandaluar që i gjithë kompleksi të rëshqiste poshtë malit gjatë shirave të fortë, ndërtuesit krijuan një sistem të avancuar kullimi nëntoksor dhe vendosën shtresa të trasha rëre dhe guri të thërmuar. Pothuajse 2/3 e gjithë punës së ndërtimit u përqendruan pikërisht në këtë bazë të padukshme. Fal këtij dizajni, Machu Picchu qëndron ende sot, pavarësisht shekujve me stuhi dhe tërmete. Materiali kryesor i ndërtimit ishte graniti gri, i nxjerrë drejt për drejt nga vetë mali. Pjesë të mëdha shkëmbi ndaheshin me një metodë të thjeshtë, por që kërkonte shumë kohë. Pyk druaj të thata futeshin në çarjet e gurit dhe më pas lageshin me ujë. Ndërsa druji fryhej, ai e çante shkëmbin ngadalë. Ajo që mbetet ende e paqartë është se si këta bloqe gjigante u formsuan dhe u transportuan në vendin e tyre. Inkët nuk i vendosnin thjesht gurët njëri mbi tjetrin. Ata e formsonin secilin blok me kujdes në mënyrë që skajet të ndërthureshin. Gjatë një tërmeti, muret të tilla nuk shemben. Përkundrazi, ato lëvizin lehtë dhe më pas kthehen përsëri në pozicionin e tyre. Çdo shteg, çdo derë dhe çdo dritare në qytet ishte planifikuar me kujdes dhe i përshtatur me lëvizjen e diellit në qiell. Për më shumë se 400 vjet, Machu Picchu mbeti i panjohur për botën e jashtme. Kjo është veçanërisht befasuese, duke pasur parasysh se ndodhet vetëm rreth 100 kilometra nga Cusco, i shkryeqyteti i perandorisë Inka. Kur pushtuesit spanjoll mbërritën në rajon në shekullin e 16, shumë monumente u shkatruan ose u ndryshuan. Machu Picchu megjithatë dukej sikur u zhduk mes reve. Shkëmbinte pjerrët dhe bimësia e dendur krijuan një pengesë natyrore. Ushtarët me parzmore të rënda nuk mund të arrinin deri atje dhe si rezultat, vendi shpëtoi plashkitjes dhe ruajti formën e tij origjinale. Me kalimin e kohës, edhe komunitetet lokale filluan të harronin qytetin prej guri në male, duke e konsideruar më shumë si një legjend. Kjo ndryshoi në korrik të vitit 1911, kur historiani dhe eksploruesi amerikan Hiram Bingham bërriti në Peru në kërkim të Vilcabambës, fortesës së fundit të rezistencës Inka. Edhe pse nuk ishte arkeolog i trajnuar, ai udhëhiqej nga kureshtja dhe mbështetej nga Universiteti Yale. Banorët vendas i treguan për rënoja në një mal të quajtur Machu Picchu, që në gjuhën quechua do të thotë mali i vjetër. Më 24 korrik, në një ditë të ftohtë dhe me shi, Bingham u nis me një udhërëfyes vendas dhe një djalë 10 vjeçar bari me emrin Pablito.
Djali e njihte rrugën sepse familja e tij jetonte aty pranë dhe përdorte terraset e lashta për bujqësi, pa e ditur origjinën e tyre të vërtetë. Ngjitja ishte raskapitëse. Grupi duhet të mbahej pas rënjeve dhe shkëmbinjeve për të ngjitur në shpatet e pjerta. Kur më në fund arritën në plajen e mbuluar nga mjegulla, Bingham mbeti pa fjalë. Mure prej granitit të bardh dolën nga xhungla, me pemë që rriteshin përmes dritareve dhe dyerve. Pavarësisht vegetacionit, punimi i gurit ishte aq i saktë sa që ndërtesat dukeshin sikur ishin braktisur vetëm pak kohë më parë. Në shënimet e tij, Bingham shkroi se mezi u besonte syve. Në këtë vend të largët dhe të izoluar, qëndronin disa nga shembujt më të mirë të ndërtimit me gur që e kishte parë ndonjëherë. Ai kaloi orë të tëra duke ecur mes rënojave dhe duke pastruar me duar pa pastërtitë e shekujve nga sipërfaqet e lëmuara. Një detaj ra menjëherë në sy. Nuk ishte asnjë shenjë të pranisë europiane, as kryqe, as ndërtesa të ndryshuara sipas stilit spanjoll. Vendi ishte si një kapsul kohe e ruajtur nga vetë natyra. Megjithatë, Bingham bëri një gabim që i ngatroi historianët për dekada. Ai besonte se kishte gjetur Vilcabambën, strehën legjendare të inkëve. Hulumtimet të mëvonshme treguan se Vilcabamba e vërtet ndodhet shumë më thellë në xhungël dhe është shumë më modeste. Machu Picchu doli të ishte diçka tjetër, shumë më misterioze. Gërmimet zbuluan qindra mbetje njerëzore, shumë prej tyre femra, gjë që çojnë në një teori të hershme dhe të gabuar se qyteti kishte qenë një strep për gratë e zgjedhura të diellit. Pasi fotografitë u botuan në revistën National Geographic në vitin 1913, Machu Picchu u zhdërua në një sensacion botëror. Bota u përball me një qytet që dukej sikur sfidonte kufijtë e teknologjisë së lashtë. Si mundi një civilizim pa vegla hekuri dhe pa kafshë tërheqëse të ndërtonte diçka të tillë? Dhe pse u braktis, pikërisht në kulmin e tij? Ndërsa studiuesit pastronin gjithnjë e më shumë xhunglën, u bë e qartë se qyteti ndishte një plan të vetëm, të menduar me kujdes. Çdo gur kishte një rol të caktuar. Machu Picchu nuk ishte një kështjell në kuptimin e zakonshëm. Ishte diçka më komplekse, një vend ku peizazhi, arkitektura dhe qielli bashkoheshin në një sistem të vetëm. Me gjithë rëndësinë e zbulimit, shumë shpejt e ju rrësua nga mosmarrveshjet për pronësinë e artefakteve. Bingham transportoi mira objekte në Shtetet e Bashkuara, përfshirë stoli, qeramik dhe mbetje njerëzore, duke premtuar se do t'i kthente pas 18 muajsh. Ky premtim më vonë u bë objekti i negociatave të gjata dhe të debatueshme. Megjithatë, ky proces u zgjat për gati një shekull dhe vetëm vitet e fundit, thesaret e Machu Picchu kanë filluar të kthehen në Peru. Studimi shkencor i qytetit kishte nisur, por zbulimet e para vetëm sa treguan se sa shumë gjëra mbeteshin ende të panjohura. Studiuesit u përballën me një pyetje thelbësore: si mund të shfaqë një kompleksitet i tillë arkitekturor në këtë lartësi? Mes shkëmbinjve të thepisur, pamjet të bazë që kishin në dispozicion civilizime si egjiptianët apo romakët. Duke qëndruar në sheshin kryesor të Machu Picchu, i rrethuar nga mure të larta prej guri, është e vështirë të mos arrish në një përfundim. Kjo nuk duhet të ishte e mundur. Inkët nuk ishin vinça, nuk ishin kablo çeliku dhe as levat të thishta prej hekuri. Veglat e tyre kufizoheshin në çekan prej gurit të fortë, dalt bronzi dhe pajisje prej druri. Megjithatë, ata punonin me granit, një nga shkëmbinjt më të fortë në natyrë. Për ndërtimin e qytetit, inkët përdorën një gurore të vendosur drejt për drejt në krishtën e malit. Kjo ishte një zgjedhje logjistike gjeniale. Transportimi i blloqeve kaq masive nga lugina e lumit poshtë do të kishte qenë një detyrë pothuajse e pamundur. Edhe për mira punëtor. Një nga tiparet më mbreslënse të arkitekturës së Machu Picchu është ashtu quajtura muratur e thatë. Nuk u përdor as cimento, as argjil dhe as ndonjë lloj tjetër llaçi lidhës. Gurët qëndrojnë në vend vetëm fal peshës së tyre
dhe saktësisë ekstreme me të cilën janë formësuar. Çdo blok në mure ka një formë unike dhe mund të ketë nga 6 deri në 12 faqe. Ndërtuesit gdhendën në gur, brinjë dhe zgavra të veçanta, në mënyrë që pjesët të bllokoheshin mes tyre, si pjesë të një enigme tridimensionale. Edhe të përpiqesh të futesh një tehë thike mes dy prej këtyre gurve është e pamundur. Arritja një saktësie të tillë kërkonte durim të jashtëzakonshëm. Një gur vendosi pranë tjetrit, hiqej, riformsoi me kujdes dhe provoi sërish. 10 herë derisa bashkimi të bëhej i përsosur. Por pse inkët e vështirësonin kaq shumë punën e tyre? Përgjigjja qëndron në aktivitetin e fortë sismik të Andeve. Një mur i zakonshëm i ndërtuar me llaç priret të çahet dhe të shembet gjatë tërmeteve të forta. Muret e Machu Picchu sillen ndryshe. Kur toka dridhet, guret fillojnë të vibrojnë dhe të lëvizin lehtë pa u shkatruar. Ata lëvizin, thithin energjinë dhe sapo lëkundja ndalon, kthehen në vendin e tyre, nën peshën e vet. Ky dizajn e bëri qytetin jashtëzakonisht të qëndrueshëm. Gjatë 5 shekujve të fundit, shumë tërmete kanë shkatruar ndërtesa më të reja në luginat poshtë, ndërsa citadella në maj ka mbetur kryesisht e paprekur. Transportimi i bloqeve gjigande prej guri, disa prej të cilave peshojnë më shumë se 20 ton, mbetet ende një temë debati. Inkët nuk përdorin mjete me rrota, edhe pse nuk e njihnin konceptin, rrotat ishin të padobishme në një terren ku rrugët ishin në thelb shkallë të pafundme. Për të lëvizur këta gur masiv, qindra njerëz me shumë gjas i tërishin përgjatë shpateve të pjerta, duke përdorur litar të trash prej fibrash bimore. Poshtë gurve vendoseshin trungje ose gur të lëmuar lumi për të ulur fërkimin dhe për të vepruar si rrotulla primitive. Në disa bloqe, studiuesit kanë gjetur dalje të pazakonta, të cilat ndoshta shërbenin si pikë mbështetje për leva, duke u lejuar punëtorëve ta drejtonin me saktësi secilin gur në vendin e tij. Pas vendosjes, këto dalje shpesh hiqeshin për ta lënë murin të lëmuar. Mungesa e veglave prej hekuri u kompensua nga një njohje e thellë e vetive të materialeve. Inkët përdornin çekan prej shkëmbinjsh edhe më të fortë për ta gërryer ngadalë granitin dhe për t'i dhënë formën e dëshiruar. Ishte një punë e ngadalë dhe përsëritur, që kërkonte disiplinë dhe koordinim nga grupe të mëdha punëtorësh. Megjithatë, rezultati ishte një stil arkitekturor që edhe sot duket çuditërisht modern. Ndërtesat nuk konkurrojnë me malet, por duket sikur i vazhdojnë ato, duke ndërthurë formacionet natyrore shkëmbore me muret e ndërtuara nga dora e njeriut. Shpesh krijohet ndjesia se qyteti nuk është ndërtuar mbi mal, por ka dalë prej tij. Machu Picchu tregon gjithashtu dallime të qarta në cilësinë e ndërtimit. Muret më të thjeshta, të bëra nga gur më të vegjël, përdoreshin për shtëpi të zakonshme dhe magazina. Në kontrast, tempujt dhe ambientet mbretërore u ndërtuan me një përkujdesje ekstreme ndaj detajeve. Tempulli kryesor dhe sheshi i shenjtë përfaqësojnë kulmin e mjeshtërisë. Këtu, gurët janë lëmuar deri në një sipërfaqe të butë dhe muret anojnë lehtë nga brenda. Ky nuk ishte një gabim, por një tjetër mënyrë e zgjuar për të rritur qëndrueshmërinë. Inkët mund të mos i kenë shkruar ligjet e fizikës, por i kuptonin qartë në praktik, duke krijuar struktura që sot i konsiderojmë kryevepra arkitekturore. Machu Picchu nuk është thjesht një grumbull ndërtesash mbreslënse, ai është një sistem i menduar me kujdes, që funksionon si një organizëm i vetëm i integruar. Nga lart, një nga pamjet më mbreslënse janë radhët e pafundme të shkallëve prej guri që rrethojnë malin. Këto janë terracat e famshme bujqësore të inkeve. Ato nuk ishin dekorative, ato ishin thelbësore për mbijetesën. Në shpatet e pjerta të Andeve, fushat e zakonshme do të ishin shpërlar nga shiu i parë i fortë. Terracat e zgjidhën këtë problem, duke krijuar sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshta për bujqësi. Çdo terracë ishte ndërtuar me shtresa.
Në fund, vendoseshin gurë të mëdhenj, mbi ta një shtresë zhavori, më pas rër dhe në fund, sipër, një shtresë dheu pjellor, të cilin punëtorët e sillnin me thas nga lugina e lumit poshtë. Kjo strukturë shërbente për disa qëllime njëkohësisht. Së pari, ajo lejonte që uji të kalonte pa u grumbulluar dhe pa gërryer shpatin. Së dyti, gurët thithnin nxehtësinë gjatë ditës dhe e lëshonin atë natën, duke ngrohur rrënjët e bimëve. Kjo krijonte një mikroklim të veçantë, që bënte të mundur rritjen e kulturave një lartësi rreth 2400 metra. Përfshirë bimë që zakonisht preferojnë kushte më të ngrohta, si misri. Studimet tregojnë se sipërfaqja totale e këtyre fushave në lartësi ishte mjaftueshme për të ushqyer të gjithë popullsinë e qytetit, e cila vlerësohet rreth 700 deri në 800 banor. Banorët e Machu Picchu ishin në masë të madhe të vetëmjaftueshëm dhe nuk vareshin nga furnizimet të rregullta ushqimore nga luginat poshtë. Uji megjithatë është sfida më e madhe për çdo vend banim malor. Machu Picchu nuk ka as puse dhe as rezervuar të mëdhenj. Megjithatë, një sistem jashtëzakonshëm furnizimi me ujë vazhdon të funksionojë edhe sot, më shumë se 5 shekuj më vonë. Inxhinierët Inka gjetën një burim natyror uji në një shpat aty pranë dhe ndërtuan një kanal prej guri rreth 750 metra të gjatë me një pjerësi të llogaritur me kujdes. Ky kanal sjell ujë të freskët drejt për drejt në zemër të qytetit. Për të mos lejuar që rrjedha ta dëmtonte kanalin, sistemi u projektua me një saktësi të jashtëzakonshme, me vetëm një tolerancë shumë të vogël gabimi në kapacitet dhe pjerësi. Uji fillimisht hyn në një basen të rezervuar për sundimtarin dhe më pas rrjedh me radhë në 15 burime të tjera të shpërndara nëpër qytet. Pastërtia dhe rendi ishin vlera thelbësore për Inkët. Sistemi i ujit të pishëm ishte plotësisht i ndarë nga kanalet e kullimit që largonin ujin e shiut dhe mbetjet nga vendbanimi. Ndërtuesit e kuptonin sa lagështia e ndenjur në ndërtesa do të çonte me kalimin e kohës në shkatërim natyror. Për këtë arsye, në çdo shesh dhe në çdo ndërtesë të madhe, ndodhen shtresa të thella, zhavori dhe rëre. Edhe gjatë stuhive më të forta tropikale, kur mbi qytet bien sasi të mëdha uji, teprica përthithet shpejt nga toka dhe largohet përmes kanaleve nëntoksore jashtë mureve. Arkitektët modern pranojnë se riprodhimi i një sistemi të tillë pa pompa elektrike dhe pa tuba plastik do të ishte jashtëzakonisht i vështirë. Inkët treguan gjithashtu aftësitë jashtëzakonshme në mënyrën se si e përshtatën qytetin me mjedisin përreth. Ata nuk u përpoqën ta ndryshonin malin, përkundrazi, punuan në harmoni me të. Kur një shkëmb i madh u dilte përpara, ai nuk hiqej, por zhderoi në një pjesë të themelit, të një altari ose të një muri. Kjo qasje ruajti stabilitetin e vet masivit malor. Si rezultat, qyteti u bë një vazhdim i shkëmbit, duke bërë atë shumë rezistent ndaj rrëshqitjeve të dheut. Çdo detaj i Machu Picchu, nga kanalet e ngushta të kullimit deri te muret masive mbajtëse, tregon se ndërtuesit e tij zotronin një huri që ne vetëm tani po fillojmë t'i vlerësojmë plotësisht. Ata krijuan një sistem të mbyllur dhe të vetëmjaftueshëm, të aftë të mbijetonte në izolim të plot për një kohë të pakufizuar. Jeta brenda Machu Picchu ndiqte rregulla të rrepta dhe tradita të shenjta. Për të kuptuar se kush jetonte aty, duhet parë struktura e vetë qytetit. Ai ishte i ndarë qartë në 2 zona kryesore, një zonë banimi me shtëpi të zakonshme dhe një zonë ceremoniale që përmban ndërtimet më mbreslënse. Për një kohë të gjatë, historianët debatuan për qëllimin e vërtet të këtij vendi. Sot, shumica e studiuesve bien dakord se ai shërbente si një rezidencë sezonale për elitën sunduese dhe për vetë perandorin Pakakuti. Këtu, ai mund të tërhiqej nga qendra politike, të priste mysafir të rëndësishëm dhe të kryente rite fetare. Në çdo moment, në qytet mund të ndodheshin rreth 500 deri në 1000 njerëz, përfshirë shërbëtor, zejtar dhe priftërinj, të cilët kujdeseshin për rendin dhe pastërtinë rituale. I gjithë vendbanimi
funksiononte si një ekosistem i mbyllur, ku çdo hapësirë shfrytëzoi me efikasitet maksimal. Hyrja ishte e mundur vetëm përmes portave të ngushta, të cilat mund të ruheshin lehtësisht nga një grup i vogël luftëtarësh. Një nga ndërtesat më mbretërore është Tempulli i Diellit, vetmja strukturë në qytet me mur të lakuar. Ai është ndërtuar rreth një formacioni natyror shkëmbor që shërbente si altar. Në ditën e solsticit të dimrit, rrezja e parë e diellit kalon përmes një dritareje të vendosur me kujdes dhe bie saktësisht në qendër të këtij guri. Kjo përputhje tregon se inkët ishin vëzhgues shumë të aftë të qiellit. Ata nuk po ndërtonin thjesht ndërtesa, ata po krijonin një kalendar të madh prej guri. Drejt e poshtë tempullit ndodhet një dhomë misterioze që shpesh quhet varri mbretëror. Muret e saj janë ndërtuar me bloqe guri të lëmuara në mënyrë të përsosur dhe brenda saj bizoton freskia dhe qetësia gjatë gjithë vitit. Shumë studiues besojnë se kjo hapësirë përdori për të ruajtur mumjet e paraardhësve fisnik, të cilët konsideroheshin pjesëmarrës aktiv në ceremonitë e rëndësishme. Inkët besonin se shpirtrat e të parëve të tyre vazhdonin ta mbikëqyrnin qytetin, duke ofruar të gjallëve udhëzim dhe mbrojtje. Një tjetër strukturë enigmatike është tempulli i 3 dritareve. Të 3 hapjet janë të drejtuara nga lindja dhe sipas traditës, secila përfaqëson një nga vendet legjendare prej nga thuaj se kishin dalë paraardhësit e inkëve. Guri këtu është përpunuar me një imtësi të tillë sa duket pothuajse i butë në prekje, dhe nyjet mes bloqeve ngjajnë me vija shumë të holla, sikur të ishin vizatuar me tehë. Pranë ndodhet sheshi i shenjtë, vendi ku zhvilloheshin mbledhjet më të rëndësishme shtetërore. Akustika është menduar aq mirë, saqë zëri i një personi që flet nga qendra dëgjohet qartë edhe në skajet më të largëta të sheshit. Kjo i lejon të sundimtarit të drejtojë të pranishmeve pa ngritur zërin, duke krijuar një atmosferë qetësie dhe madhështie rituale. Rreth sheshit ndodheshin banesat e priftërinjve dhe fisnikëve, jeta e të cilëve ishte e përkushtuar shërbimit ndaj kultit të diellit. Në zemër të qytetit ngrihet Intihuatana, një gur i gdhendur në majë të një kodre, emri i të cilit mund të përkthehet si vendi ku lidhet dielli. Priftërinjtë besonin se gjatë solsticeve ata mund ta ndalonin simbolikisht diellin për të siguruar kthimin e tij në ciklin e ardhshëm. Ky gur është gdhendur drejt për drejt nga shkëmbi bazë dhe është orientuar sipas drejtimeve kryesore me një saktësi të jashtëzakonshme. Për inkët, dielli nuk ishte thjesht një trup qiellor, por një hini i gjallë, nga i cili vareshin të korrat dhe vetë jeta. Intihuatana është një nga monumentet e pakta të këtij lloji që kanë mbijetuar, pasi objekte të tilla të shenjta zakonisht shkatroheshin nga spanjollët. Shumë vizitorë sot pohojnë se ky gur duket sikur ezaton një qetësi të çuditshme, dhe disa madje thonë se ndjen një ngrohtësi që vjen prej tij edhe në ditë me re. Jeta shoqërore në qytet sillej rreth sheshit qendror. Aty zhvilloheshin festat dhe shpalleshin veprime të rëndësishme. Shtëpitë vet ishin të thjeshta, por praktike. Nuk ishte mobilje në kuptimin modern. Njerëzit flinin mbi lëkura kafshësh ose mbi rrogoza të thurra, ndërsa sendet personale i mbanin në nisha të gdhendura drejt për drejt në muret prej guri. Pavarësisht kësaj thjeshtësie, jeta e përditshme ishte organizuar me kujdes. Çdo blok banimi kishte ventilim dhe sistem kullimi, dhe çdo lagje kishte punishte ku leshja e alpakës kthehej në veshje dhe balta formojnë në enë qeramike. Machu Picchu funksiononte si një botë e vetëmjaftueshme, e mbrojtur nga malet dhe perëndit, ku çdo njeri kishte një rol të caktuar në jetën e komunitetit. Jeta rrithte me një ritëm të qëndrueshëm, e udhëhequr nga ciklet natyrore dhe nga shenja që vëzhguesit e aftë të qiellit lexonin nga terracat e tyre prej guri. Pavarësisht madhështisë së tij, Machu Picchu u banua vetëm për një periudhë relativisht të shkurtër, pak më shumë se një shekull. Rreth vitit 1572, banorët e tij u larguan pa pritur, duke marrë me vete sendet më të çmuara. Qyteti
nuk u shkatrua nga armiqt dhe as nuk u dogj. Në rrugët e tij nuk u gjetën gjurmë të ndonjë betejë të madhe. Ai thjesht ra në heshtje dhe me kalimin e kohës u pushtua nga xhungla e dendur, e cila e fsheu nga bota për gati 4 shekuj. Edhe sot, historianët vazhdojnë të debatojnë se çfarë shkaktoi braktisjen e këtij strehimi malor. Shpjegimi më i mundshëm lidhet me ardhjen e spanjollëve. Edhe pse pushtuesit nuk arritën kurrë në Citadel, ata sollën me vete sëmundje europiane, ndaj të cilave inkët nuk kishin imunitet. Një epidemi e lis ka shumë gjasa të ketë luajtur një rol vendimtar në paksimin e popullsisë. Një tjetër faktor i mundshëm ishte lufta civile mes trashëgimtarëve rival të fronit, e cila e dobësoi perandorinë pak para pushtimit. Kur autoriteti qendror në Cusco u shemb, furnizimi dhe mirëmbajtja e një vendi kaq kompleks si Machu Picchu u bën të pamundura. Banorët u zhvendosën më thellë në xhungël, me shpresën për t'i mbijetuar trazirave, por ata nuk u kthyen më kurrë. Ndoshta detaj më i jashtëzakonshëm është se para se të largoheshin, banorët shkatruan qëllimisht rrugën kryesore që çonte në qytet. Kjo u bë për të siguruar që askush të mos mund t'i ndiqte apo të përdhoste vendin e shenjtë. Machu Picchu u zhdërua në një prani të heshtur në majt të malit, i njohur vetëm për disa familje vendase që e përcjellnin këtë njohuri brez pas brezi, si një sekret të ruajtur me kujdes. Sot, Machu Picchu njihet si një nga 7 mrekullitë e reja të botës. Megjithatë, ai vazhdon të sfidojë studiuesit me pyetje të reja. Pajisjet moderne tregojnë se nën sipërfaqen e vendit ende fshihen zbrazëti dhe dhoma të mbyllura që presin të eksplorohen. Çdo vit, mijëra vizitor gjiten në përshtigjet e lashta për t'i parë këto mure me sytë e tyre. Edhe kështu, qyteti zbulon sekretet e tij ngadalë dhe me hezitim. Ne ende nuk e kuptojmë plotësisht se si ingët llogaritnin lëvizjet e yjeve me një saksi kaq të madhe, apo cilat metoda të sakta përdornin për të lëvizur bloqe gjigande guri në përshpate të pjerta, pothuajse vertikale. Megjithatë, një gjë është e qartë. Ky vend u krijuar nga njerëz që ndjenin një lidhje të thellë me natyrën dhe dinin si të punonin me forcat e saj, jo kundër tyre. Historia e Machu Picchu na kujton se madhështia e një qytetërimi nuk matet vetëm me pasurinë e tij, por edhe me aftësinë për të ndërtuar në harmoni me botën përreth. Ndërtuesit e lashtë lanë pas një monument që ka mbijetuar perandori, luftëra dhe fatkeqësi natyrore. Kur shikon bashkimet të përsosura mes bloqeve masive të granitit dhe sheh se si dielli i mëngjesit ndriçon altarin e tempullit të diellit, bëhet më e lehtë të besosh se vendosmëria dhe aftësia njerëzore nuk kanë kufi të vërtetë. Edhe me vetëm mjete të thjeshta dhe me besim të perëndit e tyre, këta njerëz arritën të krijonin një qytet të ndërtuar për të zgjatur. Një vend që ende qëndron si kujtim i një epoke të artë, të humbur mes rreve të Andeve. Nëse kjo video pëlqeu dhe dëshironi të shikoni më shumë të tilla si kjo, abononi në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e ziles për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin dhe shihemi herën tjetër.